fillojmë se po tjetë për... Mirëmëngjes, jemi përsëri në podcastin Women Zoom, Fokus Gruaje. Këtë radhë kam kënaqësinë të bëj me dije që kam ftuar një vajzë të re, Ilda Bushi. Është një lloj influencer, po jo influencer që merret me pjatat, që merret me thonjt, që merret me gjëra të lehta. Është një influencer vajzë e re, e cila në një farë mënyrë tenton të gjithë botën filozofike me të cilën përplaset njeriu në jetë, ta konvertoj në një refleksion të saj personal, po pse jo edhe për bashkëmoshatarët e saj. Faktu ky është leximi që unë i kam bërë Ilda Bushit, e cila është aktive, i përdor mjaft mirë edhe inteligjencën artificiale me videot e saj të shkurtra edhe të bukura, edhe demonstron gjithmonë një natyrë artistike sipas meje interesante, jo në artistike të lehtë, po artistike të thellë. Faleminderit Ilda që pranove ftesën. Faleminderit juve për ftesën që më bët. Është një kënaqësi. Kam thënë që në kontaktin e parë, komunikimin e parë që kemi patur, që unë gjithmonë e patur kënaqësi që të komunikoja me ju. Dhe kjo ftesë, unë jam njeri sinqert si në postimet e mia, edhe tani do vazhdoj të jem e vërtet dhe pa dorë të shka. Dhe kjo nuk humbet kur bën diçka të mirë, asnjëherë nuk humbet. Vonon, po nuk haron. Edhe unë me këtë eci, faleminderit. Dhe kjo intervistë, kjo ftesë ishte më shumë se... Na tregojnë çik nga je dhe ku jeton tani. Unë me origjinë dhe e lindur dhe e rritur, jam nga Fieri. Studimet i kam kryer në Tiranë, studimet universitare për inxhineri e ndërtimi. Dhe tani aktualisht jetoj në Greqi, në Athenë. Në Athenë. Punon atje Ilda apo? Po. Fokusim në jetës së përditshme është inxhinieria dhe dizajni. Domethënë e kam darë kohën time profesionale në këto dy fusha. Por dal nga dal me kalimin e viteve, kur erdha në fillim këtu ishte ëndra për të qenë një inxhiniere edhe jashtë Shqipërisë. Pastaj me kalimin e kohës kuptova që dizajni ishte thirrja ime e brendshme ndoshta, ose ajo mënyra mjeti për dizajnin, përveç thirrjes tënde të brendshme, për dizajnin besoj që ka më tepër treg pune, ka më tepër mundësi të jetuarit në mënyrë dinjitoze. Është vërtet që ka më shumë mundësi, por për të qenë të vërtet, mua më erdhi në ndim dizajni, sepse kisha vështirësi me gjuhën greke, dhe dizajni më përshtatej më gjërë që të punoja në anglisht, në gjuhën angleze. Drejt, shumë mirë. Pra, kur u transferove në Greqi, patët vështirë të integroheshe përveç gjuhës, po edhe një lloj paragjykimi për fat keq në një shoqëri si ajo konservatore dhe radikale greke, nuk është i lehtë besoj. Kur kam ardhur në fillim, erdha me frikën se kisha këtë mendim se shtatë dhe ju që si do integrohesha, si do përshtatesh, si do më prisni. Por, e vërteta ishte krejt ndryshe për mua. Ndoshta do jem një ndër të paktit që do e thonë, por mua më pritën mirë. Domethënë grekët e kanë pak të vështirë të pranojnë që të flasin anglisht me ty. Dhe të pranojnë që mos të flasësh mirë gjuhën e tyre. Por me mua ndryshoi. Me mua ta më pranuan, kështu si që flas, unë e flas si Ilda, akoma greqisht, nuk e flas si duhet folur. Edhe ata vazhdojnë të më pranuan. Sa kohë ke në Greqi? 4 vite pa ndërprerje, sepse më kam bërë imigracion 2 herë. Jo, akoma nuk e flas mirë. Akoma, po si ka mundësi, goca reti, se ne kemi talent gjuhët e huaja. Apo nuk të pëlqen si gjuhë? Mua më pëlqen si gjuhë e kuptoj, dëgjoj, lexoj shumë në greqisht, por kur vjen puna që unë duhet të komunikoj, unë duhet të shpreha,
Më bëhet një mix gjuhësh, se kam studiuar për gjermanisht. Jam njohse italishtes, domethënë kuptoj italisht. Dhe filmat që na jepeshin neve, na servireshin në televizion, ishin turqisht, spanjisht. Unë vetëm kam thithur nga të gjitha dhe kur vjen puna që unë të flas, vjen aty shumë anglisht. 4 vjet atje, sigurisht unë për shembull, si puna juaj italishtën e kam mësuar nëpërmjet Rajit e Mediasetit. Dhe ku kam takuar grupin e parë italian në Tiranë, e fillova come si dice, si thue se nuk gjeja fjalën. Pas 2 orë sa bisedë, shkonte rrjedhshëm italisht, sepse e kisha akumuluar dhe po priste momentin për të dalë, për të shpërthyer. Kështu që edhe ti duhet ta tejkalosh, sugjerim ky, ta tejkalosh këtë moment, se sigurisht 4 vjet të jetosh në Greqi nuk janë pak. Unë kam mësuar italishtën pa shkuar në Itali fare. Kështu që padyshim që duke e lënë veten të lirë, vajzë re me talent, vajzë zgjuar, do ta kalosh këtë vështirësi. Po nga pikpamja sociale, a je e shoqëruar me grek, je e shoqëruar me shqiptar, cila është jeta jote sociale në Greqi? Të mi janë të huaj, të them të huaj, një shumë të të mëndurës, italian, grek, dhe shumë pas shqiptar. Se kaq pak shqiptar? Unë pak kam dirë parashërkim ndaj shqiptarëve që jetojnë këtu. Dhe kjo më ka vrarë kur ka ardhur në fillim. Kjo ka qenë dhimbja ime, sepse ndjeva pak e papranuar me ide që unë kisha dhe për sa i përket punës, ardhjes time që e bëra andej, domethënë transferimet tim, arsye sepse unë erdha këtu, që erdha me ëndra dhe ndoshta nuk kisha si gjithë të tjerët. Ëndrat e moshës. Unë vura re që Rita Petro kishte bërë një koment në rrjetet sociale në një nga punimet e tua, të cilësonte shpirti bukur. Domethënë, diq modelin e Rita Petros pa kompleksime kur të paragjykojnë, bë vetveten se sigurisht doja dalësh me vullnetin e Zotit. Unë jam besimtar me vullnetin e Zotit. Nuk jam praktikant i asnjë feje, se feja sipas meje është një lloj politike e caktuar. Po jam besimtar, jam agnostik. Besoj që ka një fuqi të mbinatyrshme, e cila kur kemi nevojë na jep dorë. Unë besoj që mua më ka dhënë dorën disa herë. Nuk jam nevojë. Pavarësisht se unë jam praktikant, shkoj në kishë dhe. Gjellja është gjithmonë personale, nuk ta paragjykoj, nuk ta paragjykoj. Po, çfarë kërkon të japësh vetes, çfarë dimensioni me këtë punë që bën me inteligjencën artificiale, me këto postime të bukura që bën, dëshiron ti konvertosh në të ardhurë ekonomike apo jo? Kur unë fillova të gjithë këtë, ishte thjesht thirrja e brendshme, po vazhdoj prapë me atë që e fillova, që duhet të shfaqeshëm, sepse unë kam qenë gjithmonë ajo që i krijonte këto, edhe në Shqipëri, edhe këtu, në punët që bëj. Por isha prapaskeno, dhe thash duhet të shfaqem, ta njohim personin që i krijon këto. Dhe dizajni, ose inteligjenca artificiale që na ka ardhur. Pash një punim shumë të bukur tuaj, ishe ti në konvertuar nëpërmjet inteligjencës artificiale si një seren apo jo? Po, e krijova dje, po. Ishe ti, sepse e kishe fshehur veten, pra kishe nxjerr edhe kishe ndjer shumë bukur veten. Mua më pëlqeu. Po, unë mundohem që mos të transformoj Ildën. Ilda të jetë, domethënë zgjedh fotot, fotografitë që arrin të përshtaten pa e transformuar as trupit, as tiparet, absolutisht asgjë. Jam unë thjesht duke nxjerr pjesën artistike, sirenën. Këtë kërkoj të shfaq me inteligjencën artificiale, nuk kërkoj të tregoj atë femrën pa problematika. Të thash unë që sipas meje ti je një influencer, i mira të tjerë, por je në një kategori të veçantë, nuk është se
Domethënë bën gjëra të lehta për të kaluar radhën, një pjatë të bukur, duke rregulluar syt, duke lytur buzët. Ti kërkon gjithmonë të shfaqesh një lloj filozofie tënde, sipas leximit që Price ka mundur të bëjë unë. Shkruaj me mënyrën time. Dhe ndryshe nga të tjerët, unë kam marrë asnjëherë vendimin që të botoj diçka, një libër ndoshta me poezi ose në copsa nga ditarim. Por gjithmonë kam kërkuar të botën time të brendshme, këto shkrimet e mia të dalin nëpërmjet dizajnit, nëpërmjet meje të futur në pjesës artistike vizuale. Përsa i përket pyetjes që më bëhet për monetizim, nuk është se kërkoj që të monetizoj pjesën e dizajnit, sepse unë tashmë e kam të monetizuar. Është profesion dizajni. Dizajni, kur ka nevojë për një gjë të ma dizajnosh, duhet të paguaj, është punë, është profesion. Prandaj them që këtë pjesën që në shimoni tek Hilda, në profilin profesional, personal, e kam të dyja që shfaqem unë, është fokusi tek kjo vajzë, nuk e kërkoj të monetizoj. Në këtë pikë. Jo, vetëm nuk e ta monetizosh, por talentin tënd pse të mos e monetizosh? Monetizosh për gjithë ata që nuk e kuptojnë, është të fitosh para nëpërmjet internetit, nëpërmjet publikimeve. Për pjesën të talentit, të kësaj aftësie, ne tashmë e kemi monetizuar nëpërmjet një faqe tjetër, që është një faqe pune, dhe dizajnin e kemi monetizuar nëpërmjet produkteve digitale që ne krijojmë, që janë të punon vetë apo me të tjerë? Jam me të tjerë, jemi një grup, sepse për të krijuar të gjithë këtë punë me 2 faqe tashmë, 2 faqe në Instagram, por kemi edhe 2 dyqane në online për produkte digitale. Është një punë, është një punë e madhe, sepse do fillohet nga krijimi i tekstit që e krijoj vetë, jam më në parë për krijimin e një produkti, pastaj vazhdon me pikturën dhe një djalë që pikturon, kalon në 2 procese editimi, procesi i pikturës që konvertohet piktura në dizajn digital, dhe vjen tek unë në editim, përsëri editim në redaktim dhe editim vizual. Është dhe photoshooting më vonë që jam unë modelja dhe pjesa tjetër është. Komplimente, patjetër që gjithë talentin duhet ta konvertosh në të mira materiale. Domethënë njerëzit ti gëzojnë prodhimit tënd, produktit tënd, po me këtë kënaqësi që marrin dhe të paguajnë. Është krejt normale, ti je vajzëre, ke jetë më përpara, duhet të jesh autoeficiente nga pikpamja intelektuale, por dhe financiare. Kështu që kjo bota virtuale që ke vënë pas, çfarë simbolizon? Është një punim virtual, nuk është një pikturë, se duket edhe pasere si pikturë, por është një punim virtual. Siç ka mund të radio radikale nga pas, që e kam lënë pa dashje. Për momentin, nuk e kisha vënë re që kishte mbetur, po kam mbetur nga klasat që unë zhvillova dje, klasat e dizajnit, sepse përveç produkteve, po, jap dhe mësim duhet të mësoj dhe të tjerët, se si të krijojnë ashtu siç krijoj unë. Mirë. Duke qenë se jetojmë në kushte rrethana jo të favorshme për të treguar gjithçka që ndodhet pas. Ja, kjo është ta bukurosh realitetin. Në fakt duket një pikturë mjaft e bukur, duket me kolore shumë interesante, ka mjaft botë, ka thellësi, ka zjarr brenda, ka dashuri, ka. Kur e kam krijuar këtë, kam përfshirë tek fronti, tek komanda që i kam thënë, të gjitha ndjenjat që mund të kem nga frekuenca të ndryshme. Dhe e kam bërë vetëm që të më motivoj mua në momentet kur gjatë dhënies së mësimit, ndoshta nuk ecën ashtu siç unë dua dhe e shoh aty.
e marr fuqinë prap, sepse jam njeri emocional dhe nuk e shkëpuz dot që them, Damre, Hilda duhet të jetë e fortë gjithmonë, e qeshur Po e gjithmonë. Ka fort, ato po të momentet e mbetet veta. femër, ëh, le të mbetet, Hilda le të bëhet e fort, kurajoze, po të mbetet femër, sepse ne na ka bërë sipas meje Zoti, sipas atyre që nuk besojnë natyrë, të jemi të tillë, kështu siç jemi për sot, mos bëhemi njësht. Sepse mua më rezulton sipas po të kuptimit tim, nuk ja imponoj askujt. Po femra mbetet femër dhe mashkulli duhet mbetet mashkull. Me që Mendoj folëm për njëlloj. femrën dhe mashkujt, marrëdhënia jote me meshkujt, si është? Edhe pyetja e fundit për sot, se mund të rikthehemi të bëjmë intervista, biseda të tjera, se këto janë mirëfilli biseda. Marrëdhënia, ky është një biznes që unë e kam pak të vështirë dalë. Marrëdhënia ime me meshkujt. Ma Okej, do bëjnë ta lëm për një shpesh herë të tjetër, pyetje. qofse e ketë vështirë dhe nuk flet dot, megjithëse në mënyrë të përgjithshme mund të. Jo, unë mund të flas, por që e kisha kuptuar dhe vetë, por ma ka konstatuar shumë miq të mi, meshkuj, që unë pas kam një vështirësi këtë, nëse në gjitha sferat e tjera eci shumë mirë, në këtë pik kam vështirësi. E kam fjalën për marrëdhënien me Marrëdhënie intime me një mashkull, se intime, po. marrëdhënie Faleminderit shumë. duhet të jenë Kurse normale. marrëdhëniet po me meshkuj janë shumë normale. Ka rezultuar ndër vite që miq më të mirë nuk i kam patur të gjinisë femërore, por kam patur gjinisë mashkullore, sepse mendoj që edhe këtu po flas për mashkullin shqiptar, se këtu ndryshon. Këta janë ndryshe. Nuk është e thënë ta shohësh mashkullin me cilin mund të lidhesh në dhënie shqiptar. Mund ta shohësh italian, grek, francez, në ka rëndësi personi, nuk ka rëndësi nacionaliteti. Po, nuk e kam problem domethënë nacionalitetin, por kur e kam fjalën kur isha në Shqipëri, isha më e planuar nga mashkulli shqiptar sesa nga femra shqiptare. Në idetë e mia, prandaj dhe marrëdhëniet është një çik më i vështirë për të kuptuar. Megjithatë ti je e re, do ta kuptosh duke. Që konflikti brenda llojit është edhe ke femrat, është edhe ke meshkujt. Mos mendoj që është vetëm femëror. Po duke qenë femër ti kupton atë që është brenda llojit tënd. Duke qenë mashkull, mundohem ta kuptoj edhe atë të femër, sepse unë jam pakatën babai jot në një farë mënyrë, kështu që kam një eksperiencë të caktuar, po edhe ne kemi limitet tona, domethënë njeriu është një qenie sa perfekte aq edhe imperfekte. Okej, Hilda, unë falenderoj se nuk dua ta bëj të gjatë, dua ta kemi të shkurtër, po mund të rikthehemi, mund të mendojmë tema interesante. Ti je një vajzë interesante që sigurisht mund të zgjodha për filozofinë që e ke pasuruar dhe me po themi me art jetën tënde, dhe e ke konvertuar dhe në dinjitet ekonomik të jo. Kështu që komplimente. Falenderoj shumë për këtë mundësi, shumë më datë dhe si da ishte shumë janë. Është kënaqësi që ne realizuam këtë intervistë dhe vazhdo rrugën tënde me Zotin, ti në mënyrë praktikante, unë në mënyrë jo praktikante, sepse kisha dhe xhamia janë institucione politike, sipas meje, po ti ke zgjedhjen tënde. Okej, faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve, ditë mbarë. Ditë mbarë dhe ju. Faleminderit dhe ju që na ndiqni nëpërmjet Women Zoom, Fokus Gruaje në kanalin Artur Nura Channel. Nga unë, miropafshim.